Jetës private jeni familjare? Jeni martuar? Jo, s'jam e martuar, fatkeqësisht. S'ke mundur me gjetë personin e ëndra kështu? Jo, bra, ata s'u pëlqejnë mua. Jo. Se po vin të ndarje të shpeshta. Nuk e di se cili prej neve do të me toleru pak prej vizionit të dhëpitarët që na pret, se cili prej neve duhet me pas një lloj sakrifice. Jeni single, a është më mirë me ty për ty? Valla jo, bre, me pa pas na ekonomikisht kryq gjysmën e punëve. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Qysh je? Mirë, faleminderit ju. Mirë, faleminderit. Mirë se keni dalë në klinë. Mirë se gjejmë, faleminderit. Ma në fund na unal një vajzë. Pse bre, po këtu të klinës nuk pritojnë më nal. Po veç sot pak u pritojshin, se di. Nashta ju konë për ngut. Për ngut pak. Na shqiptarë gjithë për gut jemi. Po e vërtet. A do të thëj pak. Edhe punë shumë. A më thënë, a punon ti? Po punoj. Çfarë punoni? Punoj në stacion. Po. Sa vite? Ka 4-5 vite. 4-5 vite. Po. Çi po e punoj? Puna mirë. E pas ke punoj. Pas ke keq. Jo, ku ka punë të keqe, veç ai që është demel edhe priton me punu. Sa i zgjatëm punat na për disi shqiptarë, pak. Gjajmë arsye ka punë zban që sa e bën me çeft punë. Punën këtë jetën tam kom punu punë ndryshme. Po i tu fillu për i promocione në për markete, dhe tash të institucione, për fillimit të studimeve deri me tani, se trit ballafaqohen me shumë gjona njete dhe paka shumë do të mjë përshtat rrjedhave dhe të kohës edhe të ngjarjeve dhe gjitha. A i ballafaquar njët me diçka ju? Në gjatë këtyre viteve? Po normalisht. Ka ka qenë sfida më e madhe që keni pasur? Njët. Se në përpallje që... Sfida më e madhe njët me duru qatë shoqen tam Doniken. Jo, se cili njeri ka sfidat e veta edhe se cili prej perspektivës tonë ballafaqohemi në mënyra të ndryshme. Normalisht që ka trendet e fundit të rritjes, të çmimeve, kujdesin ndaj familjes, këto elemente. Zakonisht janë ma për neve njerëzit që s'mujna mi përballu edhe që kanjëherë janë jashtë alkurës tonë. Jetës private jeni familjare? Jeni martuar? Jo, s'jam e martuar, fatkeqësisht. Po koha mendoj që i ka edhe gjithçka në përputhshmëri me vitet edhe me vitet. Tham që do shta je vjetër. Ti përket sa moshën do shta. Ka njëherë mosha është numër është. A s'ke mundur me gjetë personin e ëndra kështu? Jo, bra, ata s'u pëlqejnë mua. S'u pëlqejnë. Jo. Sa është të pëlqejnë ty? Ka pyetje shumë, të shkova, falem. Veç shkurt lutem. Urna. A më dëgjon për martesat fundit që po bën edhe ndarjet që po vinë shpeshta. Po se di, në qoftë se unë nuk jam martuar, nuk jam ekspert i këtyre çështjeve dhe nuk besoj që më jep ndaj vrejtje, ndaj fjalin apo ndaj sugjerim për çiftet që bashkohen apo ndahen. Po thjesht një mendim, pse po vinë këto ndarje të shpeshta? Nuk e di se cili prej neve do të me toleru pak prej vizionit të dhëpitarët që na pret, se cili prej neve duhet me pas një lloj sakrifice për të mirën e familjes edhe për të mirën e njëri tjetrit. A mendon se s'ka tolerancë mes çifteve? Se di, muj me folë në mënyrë të përgjithshme, po në mënyrë të veçantë, nuk e di, po mendoj se çdo elemente duhet të ruhen. Të qenë single, a është më mirë me ty për ty? Valla jo, bre, me pa pas na ekonomikisht kryq gjysmën e punëve. Shihni gjithatë.